se burrat në shtëpi karshigrave janë sikur se princat e mirat i Zoti i shtëpisë, dhe gjithmonë është thënë dhe thuhet dhe duhet të thuhet se burri është i Zoti i shtëpisë dhe askush nuk e dëshon në këtë çështje, por respekti më i madh duhet jetë ndaj burrit, sepse Allahu i madhruar i ka urdhëruar me Kur'an. Dhe prej respektit apo obligimeve të gruas që i ka ndaj burrit është gruaja nuk bën me dal prej shtëpisë saj pa lejen e burrit. Gruaja duhet me shku me lejen e burrit. Të gjitha ato mund të vinë në shprehje, por pasi të lejoj burri apo të jap leje gruas, sepse ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam se gruaja nuk bën me dal pa leje të burrit, dhe nëse del pa leje të burrit, ajo është e mallkuar nga melaqet e të madhit Allah, pra është në gjuna dhe në mkat. Por kjo nuk do të thot asnjëherë që këtë drejt me shfrytëzue burri gjithmonë në maksimum dhe me ja privue gruas të drejtën për me dal, qoftë me shkue në treg e me bleçka të dëshiron, e qoftë me vizitue akraban dhe të afërmit e saj. Nuk është në rregull që burri t'ja privoj të drejtat e gruas, ashtu qysh e ka për obligim gruaja ta respektoj dhe të shërbej burrit të saj, të i bëj hizmet burrit të saj, e ka për obligim edhe në shtratin në nështrohet burrit të saj. Gruaja e cila e respekton burrin e ka shumë afër xhenetin. Gratë janë ato të cilat duhet punojnë për xhenet, e xheneti i tyre apo pjesë derë e xhenetit i tyre është edhe respektin ndaj burrit. Ajo duhet të nënshtrohet burrit gjithmonë. Pleqët e tanë, vëllezërit tanë, hoxhallarët e tanë dhe të parët tanë i kanë edukuar vajzat e tyre e i kanë bo tërbije vajzat e tyre se duhet të respektojnë burrat e tyre dhe duhet të bëjnë sabër ndaj burrave të tyre dhe duhet të ambulojnë të metat e burrave të tyre dhe duhet të kuptojnë se asnjë burr nuk është i mrekullueshëm, respektivisht i pa të meta, se cili njeri ka të metat e veta, por ajo e ka pasur nafak, e ka pasur kismet, e ka pasur kader dhe caktim, çato që e ka pasur përderisa burri i saj i kryen farzet e të madhit Allah Azza wa Jall. Gruaja duhet me ju nënshtru, edhe gruaja duhet ta ketë të qartë se sado që respekton burrin e saj, haku i tij është më i madh se sa që ka mujt me dhënë hakun. Kështu Allahu i ka ndërlidhur dhe kështu Allahu i ka radhitur. E të dihet se kush është Zoti i shtëpisë, e të dihet se kush vetet, e të dihet se cili është burr dhe cila është gru. Allahu i drejtoft gratë tona ja Rabbel Alamin, në veçanti ato të cilat kanë filluar deri diku nga pak me u rebeluar dhe kanë filluar me i marrë nga pak frejtën dorë të shtëpisë, i bën zullon burrit dhe burri i shkret veç me dal prej shtëpisë apo me humb la ilahe illallah, por ajo gru do ta din se i ka punë të keq me Allahun e madhruar.